herë. Unë i herë, tha harrova, edhe Allah më dënoj. I herë, nuk e përmenda Zotin, Allah më dënoj. Si do t'jetë halli ati, që nuk e përmenda Allahun xhelu, as i herë. Si shkon men për atë punë. Imagjinoni besoj. Sa e rëndë që është. I jeton njëri u shqehet 70 vjet, 80 vjet. Vjen momenti i daljes shpirtit dhe thot kjo jetë kishte qenë kot. Allahu xhelu i jep shikim. 70 vjet, 80 vjet syt gastare. Me pa më u knaq. Hiç se përmend Zotin. Këta syt thot kanë qellu kot këtu. I jep Allahu xhelu shnet. Shnetin e dini sa rëndësishëm është. Në fakt ne nuk e dim shumë. Shnetin e dini aq se ka në fakt, ma shumë. Se sa ne. Edhe i jep Allahu shnet, edhe nuk kujtohet asnjëherë për Zotin xhelalu. A imagjinoni se rëndë? Allahu i jep fëmijë, i jep bashkëshorte, i jep pasuri, i jep tokë. Të gjitha mirësitë dhe begatit, duke shetit, duke u kënaqur me mirësitë e Zotit. Nuk e njeh Zotin. Këto kanë qellu kot, thot këtu. Tokë, fush, mal, gur, njerëz, qellon rastësisht. I dhe i bjen hasha Zotit xhelalu. Edhe kënaqet nuk i bën ndërmend për Allahun. Edhe Allahu të e po të furnizon prap. A e dini atë rastin e njeriut i cili ka qenë i smun. Po jo smun, për shumë i smun. Sa që nga smunja nga sikleti i madh, ka fillu t'i bjeri mishi nga kockat. Edhe erdh avash, deri ka kraharori, ngeli vetëm kjo pjesë e kokës edhe gurmazi. Edhe kur e kanë pa njerëzit me këtë gjendje, kanë thonë, si është puna jote? S'kemi pa ma keq se sa ti. Ka, i thot, ma keq se sa unë. Si është? Si mund t'jetë ma keq? A i thot, po. Pash Zotin më së harroni vëllezër. Se ka rëndësi të madhe. Vallaj. Me harë buke, me ra gjumë kot, vallaj nuk di se ku do të dalim. Çfarë problemesh do të ketë robi. Tha, si ka ma keq se të i thënë? Me ra mishi nga kockat? Kush mund t'jetë ma keq? Po, i tha. Ma keq se sa unë është a i tha i cili Allah i ka dhënë shnet. Ushqim, mirësi, begati, sa nuk di të numëroj. Edhe Allahu xhelalu thot nëse do të mundoheni që të numëroni begatit e mirësit, kur s'keni për t'arrit. Si janë shumë. I ka dhënë thot gjithë këto mirësi dhe begati dhe nuk thot la ilaha illallah. Nuk e përmend Zotin. Ky o ma keq se sa unë thot. Nërsa unë thot elhamdulillah, më ka sprovu Zoti thot me këtë pjesë, me topsimin e trupit, që i ka ngel dhe më thonë vetëm kocat edhe kjo pjesë e vogël këtu, po me gjithë të thot unë them la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Jam ma mirë se saj, jam ma më qetësi se saj, që nuk thot fare, sepse ku do shkoj ai që nuk e përmend Allahun, asnjëherë. A imagjinoni, çfarë të merri qosh. Asnjëherë nuk e ve kaptojnë mësejtë. Megjithëse Allah e ka begatu, saj nuk e di se sa ka prej mirësive të Zotit, por me kujdes se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porosit, edhe thot që shumica e njerëzve nuk do të shkatërrohen nga mungesa, por nga teprica. Allah i ka dhënë shumë shnet, shumë fëmijë, shumë tokë, shumë shtëpi, shumë mirësi, ka dhënë shumë, edhe këta e shkatërrojnë. Sa e shkatërrojnë? S'ka për nevojë më thonë. Por e shkojmë ke xhamia, për shkoni ju thot ke xhamia. Ju jeni hallaxhi, jeni gjinafçar, ju keni nevojë për Zotin. Aleikum selam. Nërsa unë jo thot, pasuri kam, mirësi kam, begati kam, shpun kam me Zotin. Pra di kur e thot, sa të vjen që duke mosha 30, 40, 50, 60, të shte filla me lëviz puna pak.
probleme ka I qik me sët, ora në rafjet e shpejtet zemrës, thot, ku di ju pra s'po më nëhet shumë shpejt mos, s'po kam shnet shumë, ka pak to maro këta, kur shkuj ke 7 dheqi, ora më duku se pësa qenë e vërtet ato ja punë e xhamis. Po na vjen vakti më ushtërën e dike veni. Në të nëshirë, mbanez varit, pra, a duhet pra robi Zotit me të ranërmen, mos me harrua si herë me përmend Zotin Gjelle Gjelaluhu. A I që I zog, I herë harroj me përmend Zotin, edhe ranë burg. E morëm të e shqit, e shkoa nej, qëlloj kë kjo njëri u mirë, a e lëshoj, I tha vallaj, herë harrova Zotin, tha, edhe rashë në burg. Edhe po habitëm, tha, po kjo njëri, I tha që se përmenda si herë Zotin. Si është halli këti, e Allahu po të më shiron, pa, tho ka harroj, jo vallaj. Nuk njifet harresa ke Allahu Gjelle Gjelaluhu. Po ke Allahu njifet afati. Do me të thonë afat, Allahu Gjelle Gjelaluhu, edhe me shira ti, është që na më shiron edhe na mban. Zoti na fal edhe na mëshiroj gjithë.